ishte një ditë vjeshte, e diel, ditë feste e përkujtimit të ngjalljes së Zotit tonë Jezu Krisht. Ditë që besimtarët ndaloheshin si çdo të diel dhe çdo ditë jave për të vajtur në kish dhe Shqipërisë i mungonte balsami i adhurimit të Perëndisë, kryer me ritet shumë vjeçare të ortodoksisë. Për një shpirt të pikulluar nga padrejtësitë, për brenda një trupi të lodhur nga keqtrajtimi dhe sëmundjet, kjo ditë e 25 nëntorit ishte një ditë lindjeje në mbretërinë e Perëndisë. I shoqëruar nga dëshmorja e madhe Shën Katerina, një episkop shqiptar, hierodëshmor Irine Banushi, zuri vend në shoqërinë e etërve hierark të shenjtë, rreth e përqark altarit qiellor, së bashku me atin e tij shpirtëror dhe të parin kryepiskop të kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë, Imzot Kristofor Kisin. U prej një lis i fortë i kishës, u tha një hardhie ngarkuar, plot me vlera për të ardhmen e saj. Kështu e nis monografin kushtuar figurës së martirit të kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë, episkop Irine Banushit, autori Kristofor Beduli. Kështu do të ikte në përjetësi një njeri me botë dhe kulturë të madhe, me besim të patundur tek Perëndia, që luftonte për të mirën e bashkëkombësve të tij, që i donte dhe e donin pa mas, dhe ku në momentet veçanta luajti një rol vendimtar për kishën ortodokse, duke sakrifikuar shumë nga jeta e tij. Ju më prezantohet si shkrimtar, megjithatë nuk vi me atributin e shkrimtarit, vi si nip i afërm i episkop Irineut, një nga martirët e kishës son, i cili për kishën, për popullin, për fen, bëri shumë sakrifica, që nga kurorëzimi i tij si episkop e deri tek humbja e përkohshme e lirisë, vetëm për thënë vërtetën, për t'ju përkushtuar të vërtetës. Kam shumë kujtime për episkop Irineun, të cilin ne midis nesh e thishim Axhailia, ose Xhaxhailia, sepse emri i tij i pagëzimit ishte Ilia Banushi, një ndër 5 vëllezërit e familjes Banushi, familje e njohur me tradita kulturore, historike, me trashëgimi të pasur në qytetin e Shkodrës, një familje tregtarësh të nderuar, të cilët ishin pra në nderin e qytetit dhe natyrisht i dhan përveç të tjerëve i dhan vendit dhe fesë krishterë një besimtar, një klerik të devotshëm i cili i kushtoi jetën pra ortodoksisë, kishës ortodokse dhe ishte një bari i denj i besimtarëve të kishës. Episkop Irine Banushi lindi në Shkodër më 18 gusht të vitit 1906, me emrin laik Ilia Banushi. Në qytetin e lindjes, ai do të ndishte fillimisht shkollën fillore për të vijuar atë qytetëse dhe disa klasë gjimnazi në liceun e njohur Ilirikum të etërve franceskan. I brëmosur me edukatën e një familje të devotshme ortodokse dhe duke ndjerë thirrjen e brendshme për t'i shërbyer Perëndisë, do t'i ndërpriste mësimet në Shkodër për t'i vijuar ato në seminarin ortodoks Bogoslava të Cetinjës, të cilat do t'i përfundonte në vitin 1931. Pas këtej do të nisej drejt Beogradit, ku krahas ndjekjes së studimeve të larta në Fakultetin e Teologjisë, do të shfaqte dhe prirjet dhe talentin e tij për muzikën vokale dhe atë kishtare. Kështu, pas diplomimit në gusht të vitit 1938, Irine Banushi do të kthehej në Shqipëri e do të hemërohej nga kryesia e kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë si profesor në seminarin Apostull Pavli. Më pas, do të caktohej nga Ministria e Arsimit edhe si mësimdhënës i gjuhës latine në Gjimnazin e Tiranës. Gjatë kësaj kohe, ai njeri i apasionuar pas muzikës kishtare dhe njohës i mirë i saj, do të aktivizojë edhe në korin e kishës. Bashkohësit do të theksonin se ai dallohej një njeri i dashur dhe shumë komunikues,
cilësi me të cilat do të bënte miq të shumt në elitën e shoqërisë së kohës. Po kështu, si intelektual me kulturë të gjerë dhe interesa të thella shkencore, do të merrej edhe me publicistik dhe botime. Krahas artikujve të shumt në organe të ndryshme të shtypit të përditshëm dhe atij periodik, Irine Banushi do të angazhohej dhe do të përkthente edhe libra të ndryshëm kishtar, si dhe do të bashkëpunonte ngushtë me dy botimet kryesore të kishës, revistat Predikimi dhe Jeta Kristiane. Jam Nasi Ovdari. Do të flas për Zot Irineun, jo si klerik i lartë, por si profesor Ilia Banushi, që na jep të mësimin e gjuhës latine në gjimnazin e Tiranës në vitin 40. Si studenta morëm vesh se si profesor i latinishes do të na vinte profesori Ilia Banushi. Filluan pyetjet se kush ishte, nga vinte dhe morëm dhëna që kishte mbaruar në Beograd për teologji të lartë dhe se ishte nga Shkodra. Qysh të ditën e parë të mësimit, në bëni përshtypje se edhe ti që me një zah të bukur në prezantua duke na dhënë detaje për jetën e tij. Filloi një afrim mes dy pejive neve, mbasi ai ishte shumë komunikues me humor të lehtë që na bënte të ishim më të qetët dhe më të lirë në dhënien e mësimit. Përfituam mjaft prej tij. Në atë kohë dhe na hyri në qejf ajo gjuhë e vdekur nga shpjegimi dhe recitivi që i bante si një aktor i vërtet. Ndihmonte u merrte më tepër me nxënësit që ishin më të dobët. Do të ishin mendimet përparimtare, atë dhe dashse dhe qëndrimi intelektual si një figurë me integritet të lartë, disa prej arsyeve për të cilat në gusht të vitit 1939 ai do të arrestohej nga autoritetet italiane të pushtimit. Më pas do të mbahej izoluar për një muaj dhe do të internohej si shumë antifashistë të tjerë në Itali. Ka qenë në radhë të parë një patriot që e donte shumë vendin e tij. Përveç që ishte i përkushtuar fesë, ishte i përkushtuar dhe për dheun. Kjo e dëshmon veprimtaria e tij antifashiste në vitin 42, në kohën e pushtimit italian. Ai pati një aktivitet antifashist me antifashistët e tjerë të qytetit Shkodrës dhe të Tiranës, sepse më vonë ai ishte profesor i latinishtës në gjimnazin e Tiranës dhe pikërisht për pikpamjet e tij, për idetë e tij antifashiste u internua në atë kohë nga italianët në Ventotene, në një ishull në Itali, bashkë me antifashistë të tjerë, patriotë të tjerë, ku ndendi për një farë kohë dhe pastaj u rikthye në Shqipëri. Lidhur me këtë, në kujtimet e tij, Imzot Irineu, midis të tjerave do të shkruante: ndërsa pas çlirimit në dosjen e tij formulare të hartuar nga organet e Ministrisë së Punëve të Brendshme, thuhej se pak kohë pas ardhjes së Italisë, ky u internua në Itali ku ndënti 9 muaj. Arsyeën e internimit nuk e di me siguri, por me sa dim, ky është internuar pse luftonte propagandën unite që bënte Vatikani këtu për bashkimin e Kishës Orthodokse me Kishën e Perëndimit. Masi sipas lajmeve që dhe sipas pyetjeve që bajshëm, morën vesh se ai për një çështje madhore kombëtare, masi pushtues italian në mungesë të peshkopëve, dojshin të bishin nga Italia peshkop albaresh, të cilët nuk ishin për neve dhënë, se sa ishin uniat, e të varur nga papa. Pranoi të vishesh peshkop për të shërbyer ortodoksisë shqiptare. Dhe neve si studentë të tij, nga një anë na erdhi shumë keq që u largua nga neve si profesor. I vërtet i denjë që në bante gjallë, si në mësim, ashtu dhe jashtë ti, me humon e ti dhe me alegrin që e shëknon të gjithmonë. E pranuam këtë keqardhje se këtë e bani për një motiv të lartë dhe të mosdoshëm të qenë shumë i përgatitur në misionin e tij që mori përsipër. Ishin kohë të vështira, jo vetëm për vendin e pushtuar nga Italia fashiste,
por edhe për Kishën ortodokse, e cila do të vijej përpara presionit nga ana e qeverisë kuislinge shqiptare dhe MKM-sisë mbretërore për të bashkuar me Kishën romano-katolike. Këto veprime do të intensifikoheshin me kërkesën për të emëruar në krye të dioqezave Peshkop Uniat. Për t'i prerë rrugën një veprimi të tillë, kryepiskopi Kristofor Kisi, në janar të vitit 1942, do t'i propozonte që të bëhej pjesë e trupës klerikale. Kështu, siç e shpreh edhe vetë ai në biografinë e tij, për t'i shërbyer ortodoksisë dhe atdheut, do të pranonte një propozim të tillë. Më pas, sinodi i shenjtë i Kishës, i mbledhur apostafat për këtë çështje, do ta emëronte episkop. Do të ishte kryepiskop Kisi dhe episkopi i Korçës, Agathangjeli, që do ta hirotonisnin në manastirin e Shënaumit si hirodhiakon, hiromonak, arkimandrit dhe së fundmi episkop, ku ju dha edhe emrin Irine. Edhe shugurimi i tij ose kurorëzimi i tij si despot ishte pikërisht një akt patriotizmi, edhe devotshmërie fetare patjetër. Ishte pikërisht viti 42 apo 43, kur para kapitullimit të Italisë, kur Shqipëria po vuante për klerik, nuk ishte më klerik lart. Dy episkop që kishin ikur jashtë shtetit, në Greqi apo nuk e di se ku. Dhe kryepiskopi asaj kohe e thërret Irineun, Ilian, dhe i thot që për nevojat të Kishës, thot, ti plotson kushtet sepse je e para, nuk ke familje, nuk ishte domethënë i martuar, se ky ishte kushti, edhe ke arsim teologjik. Irineu kishte marruar shkollë të lartë teologjike në Beograd dhe ishte një njeri me shkollë për sa i përket të sferës së klerikëve. Dhe i propozojnë për të bërë episkop. Për këtë arsye, për arsye patriotike, për arsye fetare. Ai pranoi të vishte petkun e klerikut dhe u shugurua despot pikërisht në manastirin e Shënaumit. Tani nuk më kujtohet data tamam, por ishte një ngjarje shumë e madhe personalisht për Irineun, për familjen Banushi, por në radhë të parë për komunitetin ortodoks të vendit, sepse u shmang rreziku i zhdukjes së autoqefalisë të Kishës ortodokse, sepse duke mos pas klerik drejtues, italianët, fashistët synonin, pushtuesit, synonin ta bashkonin, ta kthinin në uniate, në kishë uniate, domethënë siç është kisha arbreshve apo këto kisha të tjera, që është një lloj miksimi midis ortodoksisë dhe katolicizmit. Ne mos gabohem. Dhe ky ishte domethënë sakrifica që bëri. Këto janë ato që mua më kanë treguar. Është dorëzuar, është frymëzuar Peshkop në mënyrë pak, si them, emergjente, sepse për të kundërshtuar mungesën e Peshkopit që erdhi nga ndalesa e qeverisë Tiranës për rihyrjen në territorin shqiptar të dy peshkopëve, Vlogji Kurrini dhe Pandelen Kotokos. E kështu që mbeti kisha jon pa peshkop, pa sinod, edhe kështu që në Shënaum u dorëzua peshkop imzot Irine Banushi, i cili ishte një intelektual me studime teologjike, po profesor për latinishtës në Gjimnazin e Tiranës. Edhe ai e mori përsipër edhe këtë detyrë, edhe ka qenë mjaft i vlefshëm në atë moment, sepse plotësoi një vend në hierarkinë tonë. Gjatë periudhës së pushtimit italian pas bashkimit në vitin 1941 të tokave të liruara apo bashkimit të territoreve shqiptare, Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë përbëhej nga episkopatat e Tiranës dhe Durrësit, Korçës, Beratit, Gjirokastrës, Prizrenit, Peshkopisë dhe Strugës. Kështu pas hirotonisjes në shkurt të vitit 1942, episkop Irineu do të bëhej pjesë e sinodit të shenjtë që përbëhej nga kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, fortlumturia e tij Kristofor Kisi, mitropoliti i Korçës Imzot Agathangjel Çamçe
mitropoliti Beratit Imzot Visarion Giovanni, episkopi i Strugës, prespës dhe Caredorvorit Imzot Irine Banushi dhe ekonomi i madh Stavrofor Vasil Marku. Ndërkohë, autoritetet italiane nuk do të lejonin Imzot Irineun të ushtronte detyrën e tij dhe më 7 mars të vitit 1942, ai do të detyrohet të kthehej në Tiranë për të nisur veprimtarinë si episkop ndihmës pranë kryesisë së kishës, tashmë me titullin episkop i Apollonisë. Kështu do të niste të vizitonte dhe mëshonte në të gjitha dioqezat e kishës, duke u dhënë kurajo besimtarëve që me durim e përpjekje të përballonin kohën e vështirë të pushtimit fashist. Në predikimet e tij, Imzot Irineu do të trajtonte bukur dhe në mënyrë mjaft të rejse dashurinë për Perëndin, shoqërinë dhe vendin, duke i ilustruar ligjëratat e tij edhe me shembuj të shumtë fetar dhe jetësor, ku në qendër të cilëve qëndronte gjithmonë sakrifica dhe ngjallja e Zotit Krisht. Ja çfarë tregon ai për këtë rast në biografinë e tij. Në manastir qëndrova deri në fillim të marsit për të ushtruar në të kryerit e ceremonive fetare, e më pas mbas urdhrit të kryesisë u ktheva në Tiranë. Qysh prej asaj kohe, kam qëndruar pranë kryesisë së kishës, në të kryerit e ceremonive fetare, e kudo që më autorizonte për të udhëtuar brenda dioqezës së asaj kryesie. Aktiviteti im si peshkop ka qenë thjesht apostullor, siç na mëson Ungjilli, duke u marrë vetëm me misionin fetar dhe humanitar. Ndërkohë që periudhën e mëpasshme të pushtimit gjerman në vitet 1943-1944, Imzot Irineu do të kalonte privime dhe peripeci të mëdha, ku do t'i rrezikohej drejt për drejt edhe jeta. Një gjë e tillë do të ndodhte pasi ministri i brendshëm Xhafer Deva e shikonte me plot dyshim faktin se ai kishte studiuar në Beograd. Kështu do të tentohej disa herë arrestimi i tij me qëllim deportimin për në kampet gjermane të përqendrimit në Jugosllavi. Një gjë të tillë e pranon dhe vetë episkopi Irineu në pohimet e tij, pjesë të mëvonshme të dosjes hetimore. Për andrallat e shumta që solli lufta do të shoqëroheshin me probleme të reja me çlirimin e vendit. Tashmë do të fillonin edhe për Irsi Irineun zhgënjime të mëdha të pushtetit të ri. Ato nuk ishin të bënin vetëm me kufizimet e lirisë së besimit dhe të drejtave të njeriut, por ishin veprime të ndërmarra drejt për së drejti ndaj personit të tij. Një gjë e tillë do të ndodhte më 2 korrik të vitit 1945, kur Sinodi i Shenjtë do ta emëronte përsëri episkop të dioqezës së Gjirokastrës dhe regjimi komunist do ta refuzonte. Në këto kushte, ai do të mbetej përsëri si episkop titullar i kësaj dioqeze pranë kryesisë së kishës deri në 28 tetor të vitit 1946, ditën kur do të arrestohej. Ishte koha kur ideologjia e pushtetit të ri drejtohej edhe kundër fesë dhe njerëzve të saj, duke mohuar dhe anatemuar traditën dhe rolin e saj në jetën shoqërore, kulturore dhe politike të vendit. Pikërisht për këto veprime antihumane, antiligjore dhe arbitrare, Imzot Irineu nisi të diskutonte në rrethet e ngushta intelektuale dhe t'i trajtonte si tematika të predikimeve të tij. Kështu, natyrshëm ndaj tij, ashtu si dhe ndaj klerikëve të tjerë të lartë të kishës, do të niste survejimi dhe përndjekja. Ja se çfarë thuhet në një raport të dosjes së tij formulare. Tiranë më 8/7/1945. Mbas marrimit të meshës së mbrëmjes në kishën e Shën Prokopit, në orën 9 foli hirësia e tij peshkopi Irine. Fjalimi i tij pati një ton të egër politik dhe një ton të një predikimi fetar. Populli që në fillim u trondit nga fjalët,
dhe që në fillim shikonin njëri tjetrin me habi. Disa prej grave bënin sikur gërvishnin fytyrën duke thënë me zë të ulët, "Ç'po flet ky kështu?" Raporti jon mund të paraqitet i thatë, mbasi në një fjalim si ai, rolin më me rëndësi e luante toni dhe mënyra e shprehjes që ai bënte. Një ditë Perëndia, i zëmëruar, zbret nga qielli në formë njeriu. Rrugës takon Abrahamin, i cili e pyet se ku po shkonte. Perëndia i përgjigjet, duke i thënë se do të shkonte në një qytet që do ta shfaroste krejt dhe të mos i mbetej mas një nishan. Arsyeja ishte se populli që jetonte në atë qytet nuk besonte më në Perëndinë, dhe se në atë qytet bëheshin punë të palishme. Abraham ju lut të kishte mëshirë dhe të mos merrte masa të tilla, mbasi në atë qytet mund të kishte edhe shumë njerëz që besonin tek Perëndia. Perëndia atëherë tha se do ta falte atë qytet nëse do të kishte 100 besimtar të Perëndisë. Abraham i thot: "Po sikur të mos jenë 100, por 90, 80, 70 e më poshtë, a do të kesh mëshirë?" Perëndia pasi u mendua pak, tha se do ta falte gjithë qytetin, sikur atje të ndodhej qoftë edhe një besimtar i vetëm që të besonte te Perëndia. Të nesërmen, i gjithë qyteti u bë shkrumbe hi dhe nuk mbeti asnjë frymë gjallë. Po me këtë gjendje, Peshkopi paraqiti gjendjen edhe këtu në Shqipëri duke thënë se këtu populli po bën punë të palishme dhe është larguar fare nga Zoti. Zoti është zemëruar shumë për këtë gjendje dhe të vetmit që e mbajnë në këmbë dhe në jetë sot populli shqiptar janë fëmijët e vegjël, të cilët janë krijesa të pafajshme, mbi atë që po ngjet në vendin tonë. Për hatër të këtyre, tha Peshkopi, kërkoj që populli t'i dëgjojë këto fjalë, t'i kthej syt dhe me njëherë tek Perëndia. Ndoshta ati do t'i vinte keq dhe mund të falte popullin fisnik shqiptar. Pastaj tha: "Po u drejtohem udhëheqësve të popullit, shkencëtarëve të këtij vendi, të shikojnë gjendjen kritike në të cilën gjendet vendi ynë, të forcojnë sa më shpejt besimin e Perëndisë në popull." Pastaj në formë lutje kërkoi që të ndodhet në një nga ministrat e qeverisë, për të pasur ndonjë për t'i dëgjuar këto fjalë dhe të rënjosej prap në zemrën e tij besimi tek Perëndia. Populli që i kishte hapur syt dhe i kishte ngulur në gojën e Peshkopit, u drejtua si i trembur tek neve dhe priste se çfarë do të bënim, shikonte të gjitha lëvizjet tona. Njëri nga oficerët e artillerisë desh të shkonte dhe ta kapte Peshkopin prej mjekre dhe t'i përgjigjej fjalëve të tij reaksionare. Partizanët që ishin atje u revoltuan dhe u prekën shumë. Peshkopi vazhdoi dhe më gjatë dhe e mbylli në këtë mënyrë: "O të krishterët e mi, a e shihni se sipas 4 muaj gjysmë nuk ka rënë pikë shi? Zoti ka vendosur që neve të na shfaros. Është zëmëruar me ne, sepse asnjëri prej nesh nuk ka besim tek ai. Le të gjunjëzohemi përpara altarit të Zotit dhe të shenjtit ton Prokop, që të kenë mëshirë për ne, të mos vdesim urie dhe të na dërgojë sa më shpejt shi." E ndërsa shfletojmë faqen e parë të dosjes së tij formulare, lexojmë: "Aktiviteti i tij me sadim deri tashti është hedhja e parollave indirekte. Sa herë që flet në kish, prek çështjen e largimit të popullit nga feja, dhe gjatë këtyre konferencave prek edhe pushtetin ton. Dhe kështu pas një survejimi të gjatë që kishte nisur në 6 prill të vitit 1945, për të përfunduar në 27 tetor të 1946-s, Ministria e Punëve të Brendshme do të arrestonte në 18 tetor 1946 me akuzën armik i popullit. Në vijim, pas 6 muajsh qëndrimi në hetuesinë e Tiranës, në 17 prill të vitit 1947, gjykata do t'i komunikonte vendimin e dënimit me 5 vite burg politik. Dënimi në burgun e Tiranës nuk do t'a vuante të plot për arsye se do të përfitonte nga amnistia e prillit të vitit 1949. Kështu pas lirimit, episkop Irineu do të sistemohej fillimisht në shtëpinë e njërës prej mbesave që banonte në Tiranë, por shëndeti i tij i dropitur nga sëmundja e tuberkulozit do ta detyronte të shtrohej për disa kohë në pavionet e sanatoriumit. Së fundmi, kryesia e kishës
në ndikimin e autoriteteve, do ta detyronte të izolohej në manastirin e Shënvlashit në Durrës. Prej këtu, në 1 shkurt të vitit 1950, ai do të thirrej për hartimin e statutit të ri të Kishës Orthodokse si njohës i mirë i problemeve dogmatike dhe kanonike. Por, si klerik dhe intelektual me integritet të lartë moral, ai nuk mund të pranonte presionet nga ana e shtetit komunist për të shkelur normat dhe kanonet kishtare. Për këtë arsye nuk do të pranonte të merrte pjesë në Kongresin e Tretë të Kishës Orthodokse Autoqefale të Shqipërisë, si dhe në ceremoninë e dorëzimit të episkopëve të rinj, veprime që ishin dirigjuar brutalisht. Si rezultat i këtyre qëndrimeve parimore, në 22 gusht të vitit 1952, organet e diktaturës do ta arrestonin përsëri. Ashtu si në dënimin e parë, materialet e përgatitura ishin jo vetëm të montuara, të falsifikuara, por tingëllonin në mënyrën më absurde. Në urdhërin për arrestim, Imzot Irineut, aprovuar nga zëvendës ministri i punëve të brendshme, shkruhej se Irine Banushi, element armik i pushtetit dhe që shpreh rrezikshmëri për Republikën tonë popullore, i shtyr nga urrëtia që ka kundër pushtetit dhe për të shërbyer armiqve, është interesuar dhe ka mbledhur informata të ndryshme në vendin tonë dhe sidomos në portin e Durrësit mbi importimet dhe eksportimet që sjell shteti ynë nga jashtë, sidomos ato që vijnë nga Bashkimi Sovjetik, se mos këta vapor sjellin material ushtarak. Këtë radhë, hetuesia do të ishte më e gjatë dhe më 9 prill 1953, me motivacionin se kishte zhvilluar aktivitet kundër Kishës Orthodokse Autoqefale dhe se kishte nxitur element për të shpifur kundër kryesisë së saj, me qëllim diskriminimin udhëheqës, për ta hequr nga posti dhe për ta kthyer atë kundër vijës që ndjek sot, si dhe për aktivitetet të zhvilluara kundër pushtetit popullor. Gjykata speciale do ta dënonte me 5 vjet heqje lirie, dënim që Imzot Irineu do ta kryente të plot deri më 25 gusht të vitit 1957. Urdhëresë për arrest. Aprovohet ndihmës ministri i punëve të brendshme në kolonel N.Ç. Gusht 1952. Sanksionoi prokurori i përgjithshëm i Republikës Popullore të Shqipërisë. Gusht 1952. Un oficer i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Drejtoria e Sigurimit të Shtetit, kapiteni i parë, M.J., në shikimin që u bëra materialeve të quajturit Irine Banushi, i biri Nikolës dhe i Nedos, lindur në Shkodër më 1906, me profesion klerik me grad episkop, me arsim 6 klas seminar në Cetinj dhe Fakultetin e Teologjisë në Beograd, i pamartuar, i dënuar për aktivitet armiqësor në vitin 1946 dhe liruar në vitin 1949, me shtetësi dhe kombësi shqiptare, i fesë ortodokse Gjeta. Irine Banushi, për aktivitet armiqësor kundër pushtetit, është arrestuar dhe gjykuar më 1946 dhe në vitin 1949 lirohet nga burgu. Edhe mbas lirimit vazhdon aktivitetin e tij armiqësor dhe ka shfrytëzuar gjithë autoritetin dhe influencën e tij për të penguar Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë që të mos ecin në rrugën e pushtetit popullor. Në bashkëpunim me elementë të tjerë, shokë të tij, kanë kurdisur intriga dhe shpifje kundër udhëheqësve të Kishës Autoqefale të Shqipërisë, me qëllim për t'i diskredituar dhe në fund për t'i hequr nga posti dhe për ta kthyer Kishën Ortodokse kundër vijës që ndjek sot, për të zhvilluar në të aktivitet kundër pushtetit popullor. Irine Banushi, element armik i pushtetit dhe që paraqet rrezikshmëri për Republikën tonë popullore, i shtyr nga urrëtia kundër pushtetit dhe për të shërbyer armiqve, është interesuar dhe ka mbledhur informata të ndryshme në vendin tonë dhe sidomos në portin e Durrësit mbi eksportimet dhe importimet që sjell shteti jon nga jashtë, sidomos nga ato që vijnë nga Bashkimi Sovjetik, se mos këto vapor sjellin material luftarak. Në mbështetje të fajeve të mësipërme, vendosa arrestimin dhe kontrollimin e Irine Banushit. Oficeri i sigurimit, kapiteni i parë, M.J.
Pas lirimit nga burgu, do të internoi fillimisht në manastirin e Shën Joan Vladimirit në Elbasan dhe më pas në manastirin e Ardenicës, ku do të jetonte mes privimeve të mëdha. Madje, nuk do të lejohej që të mëshonte sipas statutit të episkopit, por në rangun e një prifti të thjeshtë. Gjatë qëndrimit në Ardenicë, episkopi Irineu e kishte të ndaluar të lëvizte jashtë rrethit të Lushnjës, pa aprovimin e degës së punëve të brendshme. Në këto kushte, ai do të shfrytëzonte një pjesë të kohës së tij, duke u marrë me studime të ndryshme, si ato rreth historisë së manastirit, kishave të Shënmërisë dhe Shëntriavës, klerikëve dhe laikëve të tij, historisë së Skënderbeut e të tjerë. Ka patur një aktivitet shumë të gjerë, por fatkeqësia e tij ishte sepse ishte i persekutuar, nuk kishte mundësi që të komunikonte me komunitetin, e kishte të kufizuar. Edhe kjo është për të ardhur keq, sepse ky njeri i përkushtuar për kishën ortodokse, i cili ka vuajtur në të gjitha regjimet në pushtimin fashist, e internuar në Itali sepse mbrojti kishën ortodokse, sepse nuk pranoi propozimin për të bërë kisha ortodokse në varësi të unionizmit. Ai nuk e pranoi këtë gjë, e internuar në Itali. Edhe mbas çlirimit në regjimin komunist përsëri vuajti persekutimin e regjimit komunist. Ky njeri ka qenë shumë i privuar nga ushtrimi i detyrës së tij të shenjtë për të përcjell mesazhet në besimtarët, në njerëzit, sepse regjimi atëherë nuk e lejonte, e kontrollonte lëvizjet e tij, nëse do shkonte diku do të merrte leje, kjo gjë unë atë kohë para kuptoja se mosha ishte e tillë, po më pas e kam kuptuar se sa keq dhe sa rënd e kanë trajtuar i Zoti Irinej Banushin. Midis tyre bie në sy të dhënat e traditës gojore që ruheshin të gjalla nga murgjit dhe klerikët, rreth martesës në altarin e kishës së tij, të heroit ton kombëtar Gjergj Kastriotit dhe Donika Arianitit. Po kështu nga Ardenica, ai do të shkonte vazhdimisht në qytetin e afërt të Lushnjës dhe në fshatrat përreth të Myzeqes, ku kishte shumë miq. Kudo ku udhëtonte do ta takonin dhe prisnin me nderim dhe respekt të veçantë. Midis përshkrimeve të shumta që kanë lënë për figurën e tij, bashkohësit dhe miqtë e shumë që e kanë njohur, kemi shkëputur një pasazh nga kujtimet e shkrimtarit dhe publicistit Jozef Radi, dëshmitar okular i një ngjarje të jetuar. Në shkrimin e tij memoristik, njeriu dhe peshkopi Irinej Banushi, në ligjërat të drejtë ai shkruan: Kush ka jetuar në Lushnjën e fundviteve 60 dhe fillim viteve 70, e ka të pamundur të mos e ketë hasur një burr të bëshëm, të pastër, të paqëm me të vetmuar, një njeri që pak kush i fliste e që shumë kush e përshëndeste, një burr i fisëm, i lartë, që ato pak fjalë nëse ti thoshte i lëmonte me një gegnishte të ëmbël. Njihej si peshkopi i Ardenicës, dhe që njeriu që pa të shpëtuar manastirin e famshëm nga tërbimi propagandistik i partisë kundër fesë, me autoritetin e urtësisë, kulturës dhe mirësisë së tij. E kam ndeshur herës në ato vite, por një skem më ka mbetur e gdhëndër në kujtesë. U takuam rastësisht një ditë me baban, dhe babai e pyeti: "Si shkon? Si ke hallet?" "Lene mos e pyet Lazar, çka me të thënë?" Dhe ngriti syt dhe duart nga qielli dhe i tundi 2 herë, që sikur desh të thoshte: "Vetëm Zoti na shpëtoft." Iku shpejt nga jeta, do ta kujtoja. Me atë gjestin e tij me duart drejt qiellit, peshkopi Irineun, fisnikun e një bote të padenj.
Një gjë është e vërtet që me ardhjen e Imzot Irina Banushit, si despoti manastirit Ardenicës, nuk kishte ditë që mos kishte vizitor. Çfarë tregonte kjo? Se më para nuk kishin kaq vizita. Kjo tregonte sepse të gjithë kishin dëshirë ta shihnin, ta takonin dhe bisedonin me të. Dhe ishte shumë i gatshëm që të priste njerëzit të tij bisedonte me ta. Kishte një inteligjencë atij ishte pa parë, ishte shumë inteligjent, kishte njohuri në të gjitha fushat, jo vetëm fetare, po gjithmonë kishte një mënyrë të çuditshme për të lidhur, domethënë momentin qoftë të kulturës atë në një diskutim që mund dash për një ngjarje historike, patjetër aty do fusë edhe diçka, që ishte edukative për nga ana e fesë. Kishte një mënyrë për të arritur në komunikime të tilla, sepse në vizitat që bëheshin nuk ishin vetëm thjesht besimtarë ortodoks, kishte lloj-lloj besimesh, kishte besimtarë të tjerë, por që nuk kishin një kënaqësi kur e dëgjonin. Kjo ishte një gjë e veçantë atë. Dhe kjo është e vërteta që me ardhjen e tij, manastiri i Ardenicës çdo ditë ishte plot me vizitorë. Këtu në këtë manastir ka shërbyer dhe Irine Banushi. Unë e kam njohur vetë në atë periudhë, si të vegjël që ishim na përkëdhelte kokën, sa po futeshim në oborrin e këtij manastiri, mundohet na buzëqeshte ëmbël, na mbante afër. Kishim dhe mësuesët që na drejtonin, por që ishin të interesuar dhe e pyesnin si ke mbetur ti në shërbes i vetëm në këtë manastir. Ai me dashamirësi thoshte që unë punoj në emër të Zotit në këtë shtëpi të Zotit dhe shërbej pavarësisht situatës të vështirë që ishte në atë kohë. Do të flasim realisht sepse në vitet para 1968-s feja sulmohej vazhdimisht nga ideologjia e Partisë Komuniste të asaj kohe. Do më thënë deri në vitin 1967 sa arriti pikën kulminante që nuk kam lexuar në asnjë vend të vendeve të Evropës, qofshin të lindjes, qofshin të perëndimit, që të goditej me një forcë kaq të madhe feja, ajo që populli në historinë e jetës së tij e kishte shtëpinë e Zotit. Dhe desha thosha, po për Irineun, që na fliste gjëre gjatë për këtë manastir, fliste për një bibliotekë kaq të pasur që ka patur ky manastir, që origjina e shkatërrimit e djegjes ishte e qëllimshme, apo që nga pushtimi, apo që nga forma nga më të ndryshme që nuk mund kishim një të dhënë saktë për këtë, por që dinim që kjo bibliotekë ka qenë ndër më të pasurat në vendin tonë, mbas edhe në Ballkan. Pikërisht gjatë qëndrimit në manastirin e Ardenicës, Irine Banushi do të përballej në shkurt të vitit 1967 edhe me një grup të rinjsh, të cilët në kuadrin e fushatës antifetare donin të shkatronin këtë objekt kulti. Episkopi Irineu doli përpara në mbrojtje të manastirit, duke u treguar se aty ishte kurorzuar heroi kombëtar Skënderbeu. Kështu, duke qetësuar furinë dhe vrrullin e rinisë shkollore, ai do të kryente një nga veprat më të çmuara në dobi të ortodoksisë, historisë, kulturës shqiptare, duke e ruajtur këtë tempull kulti të ndërgjegjes, traditës dhe memorjes son kolektive, manastirin e Hirshëm, lindja e Hylincës. Me që 67 është viti i famshëm i ndalimit veprimtarisë të fesë dhe natyrisht të kishave dhe të manastireve. Dhe në 1967, kur një grup të rinj shkuan për të prishur manastirin e Ardenicës, ai doli përpara dhe i ndaloi në fushatën e famshme të ateizmit për të prishur kishat dhe xhamit, duke i thënë se nuk po dal dhe po ju ndaloj se kjo është një objekt fetar apo kishtar. Ky manastir ka rëndësi të madhe sepse këtu është kurorzuar heroi kombëtar i shqiptarëve Gjergj Kastrioti Skënderbeu.
ishte e thënë që të shpëtonte edhe monastirin e Ardenicës nga protestuesit e asaj që ngjiti Enveri në Durrës, në Shënavlash. Vajtën njerëzit e tij për ta prishur monastirin, ta shkretuar, po ai doli dhe tha që ndaloni aty se këtu është vlerë kombëtare. Edhe ata u kthyen. Ishte dorë e Zotit që Zotë Irineu e bëri këtë hapsh shpëtimtar për atë manastir. Është rasti kur ka ardhur rinia e Fierit, e organizuar nga drejtuesit e Komitetit të Rinisë në atë kohë që sot për fat keq dhe në mënyrë paradoksale hiqen si njerëzit më të shenjtë, më të dashur, se janë bërë politikane, janë bërë. Edhe dërgon një grup të rinjësh, bile para se të vinte ky grup i rinjësh, në gazetën Ditat asaj kohë u botua një artikull, nuk më kujtohet kush e ka botuar, po nga Fieri ishte botuar kjo, që kritikonte rinjët e Lushnjës, të cilët nuk kishin vajtur që të prishnin manastirin e Ardenicës, kishin në manastirin e Ardenicës. Edhe kur kanë vajtur në manastirin e Ardenicës nga Fieri për të prishur kishën e Shënërisë, Imzoti Irinej Banushi u ka dalë përpara, i ka mbledhur, bile drejtuesit e kësaj protestonin jo, kush je ti, i ka dalë prit të flasim njerë, pastaj shohim se ç'mund bëjmë. I ka mbledhur, i ka biseduar me ta, u ka spjeguar se çfarë doni të bëni, doni të prishni një vepër kulture, doni të prishni një vepër arti, doni të prishni një objekt që mburret kombjon, mburret vendion, ju ka folur me një zë dhe me një ngrohtësi shumë bindëse, edhe të gjithë e kuptuan, të rinj ishin, zbatojnë urdhë të gjithë, pavarësisht se ata drejtuesin se thonin për të futur, i tha për mua, kjo tha nuk është normale. Nuk vun dorë, fal Imzoti Irinej Banushit, nuk vun dorë në prishjen e manastirit të Ardenicës. Kjo ka qenë, mund të them unë, shërbimi i fundit që ka bërë në manastirin e Ardenicës, sepse pastaj kohët ndryshuan. Për sa i përket episkop Irineut, unë nuk e kam njohur, kam qenë fëmijë i vogël, por më pas gojdhanat ishin. Ai ishte i internuar, po, dhe të tërë e din që manastiri sot është në kem për hatër tërë hirësi Irinej Banushit. Sepse gjimnazi i Fierit, dy gjimnazet e Fierit, bashkë me profesorët shkuan për ta rrafshuar manastirin e Ardenicës. Dhe hirësi i Irinej Banushit tha, po, dakord, ta dini, po unë do them dy fjalë. Dhe mlodhi këshillin pedagogjike dhe u tregoi për vlerat që kishte ai manastir. Atëherë, ata e kuptuan se si njerëz me kulturë, shpëtoi. Ishte ky prezent, pa shpëtoi ai manastir. Kur them që donte sinqerisht e donte, sepse në atë periudhë ai ka pas edhe krizën e të ushqyrit, sepse manastiri ju sekuestruai gjithë pasuria nga sistemi. Me intelektualët ishte shumë i lidhur dhe në bubullim ne kemi, që nuk jetojnë sot, ish mësuesit kanë fotografi me Irinej Banushin. Pra ai ka qenë bubullim, kurse në Kolonjë ai ishte, domethënë, njeriu më i pritur në çdo shtëpi kolonjare, pavarësisht sistemit që e sulmoi. Ai ka merita të jashtëzakonshme për këtë zonë, për manastirin e Ardenicës edhe për Trevën. Deri në mbylljen e përfundimtare që u mor vendimi, pastaj ai ka punuar laik në Lushnjë diku. Ndërkohë, pas vendimit fatal të vitit 1967 të ndalimit të fesë, edhe Imzoti Irinej Banushi do të detyrohet të largohej nga manastiri i Ardenicës dhe jeta kishtare. Në këto kushte ai do të vendosej në qytetin e Lushnjës, ku do të punonte fillimisht në parkun e Ekurudhës dhe më pas si magazinier në ndërmarrjen shtetërore të ndërtimeve. Pavarësisht respektit dhe nderimit që tregonin qytetarët lushnjar dhe banorët e periferisë, dega e punëve të brendshme do të vijonte survejimet intensive ndaj tij. Një gjë e tillë konstatohej edhe në informacionet dhe raportet e dosjes së tij formulare,
ku shihet jo vetëm një keqdashje, por një tendencë provokimi për probleme nga më të ndryshme dhe nga më absurdet. Të tilla ishin dhe veprimet e bashkëpunëtorëve të fshehtë për të komprometuar qëndrimin e tij edhe ndaj zhvillimeve ndërkombëtare, siç ishin vendosja e raketave sovjetike në Kubë apo politika e jashtme e presidentit amerikan Nixon. Gjatë këtyre viteve, ai do të jetonte bashkërisht për disa kohë në një banesë me Adgar Frashërin, një inxhinier të ri të sapo emëruar me punë në lushnjë. I apasionuar pas vizatimit, inxhinier Frashëri do t'i dedikonte një skic portret realizuar në vitin 1970 dhe disa kujtime të mëvonshme. Sipas tij, Mzoti Irineu jetonte i vetëm dhe bënte një jetë të mbyllur dhe asketike, me qëllimin e thjeshtë që të ruante dhe të mos vinte në telashe njerëzit që kishte pranë. Do të thënë në lushnjë unë shkova si i porsa diplomuar si zog push verdhme, i pa më dalë pupla dhe konë, drejtë ndërmarrje, edhe pa përvojë pune, pa ashtu e ku dionë dhe këni. Do thënë, kuptohet që lushnja në atë kohë ishte qytet që kishte një mini industrie, nuk ishte pa gjë. Kishte atë uzinë e plasmasit, kishte fabrikën e letrës, kishte një fabrikë qumshi, po e quaj unë, kishte një fabrikë, një kantinë vere, kishte ca prodhime, që kishte një pozicion kështu. Lushnja kishte shumë të ardhur. Përveç kuadrove që kishte të vetat brenda si qytet, po kishte shumë të ardhur dhe këta jabanxhit, me shprehjen e jabanxhive, mblidheshin me njëri tjetrin, edhe krijonin atë bashkësinë e jo lushnjarëve që ishin në lushnjë dhe punonin atë dhe jetonin atje. Në një tyre u shtova dhe unë, nga fundi, nga vitit 69-70, me fjalë. Problemi ishte ku do futeshim ne. U shpik kjo metoda e ndërmarrjes ndërtimit që ndërtonte pallate. Dhe në pallatet që ndërtonte të papërfunduara, atëherë u ra dakord bashkë me drejtorin e ndërmarrjes tasje dhe me gjithë ne, domethënë, që ishim specialistë, të mund sistemoheshim në hyrje të veçanta që bëheshin, rregulloheshin kështu në mënyrë provizore për të na futur po të mos ta lëmë për jashtë. Në një nga këto hyrjet, domethënë, ishim unë, Ireneu dhe një arkitekt Sander Bregasi që erdhi nga Tirana dhe ai si iku nga Tirana erdhi punoi në zyrën e projektit. Kishim një hyrje të vogël, një kuzhinë me fjalë në një pallat këtu diku në qendër të Lushnjës që ndërtohesha. Dhe domethënë ki parasysh me tuba të lidhura për të pasur ujë, me tela korrenti që hynin nga dyrët e ku diun ai, domethënë mos më qenë fare për jashtë. Kështu që dhe Ireneu ishte i pastrehuar vetëm, ishte fillikat vetëm në atë qytet. Dhe domethënë u fut dhe ai në listën e jonë, si më thonë, u pranua në listën tonë, hajde të vjedhë edhe Ireneu me ne, pse ai ishte punoi si ndërmarrjes ndërtimit. Ireneu ishte magazinier në ndërmarrjen e ndërtimit. Në punë që e bënte me domethënë as i magazinier nuk më merr mendja ta ketë bërë atë punë që bënte Ireneu atje, me kaq ndershmëri dhe me kaq po them përkushtim, domethënë edhe pa hile kur i thonë fare. Dhe kështu që ne na bashkoi hyrja. Dhe unë kam dhejt gati një vit në atë hyrje, unë me i dhomë me Ireneun, ai Sandri në një dhomë tjetër në një kuzhinë dhe atje u kullandrisëm me njëri tjetrin. Ireneu ishte aty unë zbulova, më thënë, se çfarë kapaciteti ishte ai. Me thënë drejtën. Kështu që me Ireneun unë zbulova një, po e quaj një thesar, një urish dhe dijesh, edhe po them, jo vetëm kaq, se nuk ishte problemi për të bërë diskutime akademike me Ireneu. Ireneu ishte, unë e njofta në petkun e magazinierit edhe në robën e magazinierit, por ama ai në brenda, në thelb dhe në esencë, ishte i shkolluar, edhe ishte shkolluar mirë fare bilet. Edhe nuk ishte kollaj ta zinje për llafi, kur i thonë. Megjithatë, dhe bënim diskutime
që unë isha, domethënë i ri dhe nuk isha, domethënë i lidhur, si më thënë, me hirësinë e tij dhe me përvojën e tij dhe me jetën e tij që kishte kaluar. Bile shumë pak dija për të, që është e vërteta. Domethënë, dija që i kishte hëngër ca kolpo dhe ca goditje si prift që kishte qenë dhe peshkop që kishte qenë. Domethënë, më mbrapa pastaj kam lexuar nga jeta për jetën e tij dhe kam mësuar gjëra të tjera që nuk i dija në atë kohë. Kurse diskutimet shpeshherë teorike që bëheshin edhe të lidhur me besimin fetar, më thash, unë pavarësisht se isha ortodoks nga mamaja dhe nga babai, po prapë si doj të jetë, nuk ishim praktikant fanatik kur i thonë me fjalë. I thoja unë, Irene, mos mundo kot më mbushësh mendjen sepse unë fen e pranoj si kod moral. Do të thënë, ja pranoj të gjitha ato që thot, por ama kam marrë tjetër kulturë. Nuk kam marrë kulturën e kësaj. Si do i tjetë, dhe ishte jashtëzakonisht tolerant kështu, dhe kishte edhe një humor shumë të hollë. Kishte një humor shumë të hollë dhe unë bile thoja si ishte mundur që një njeri në këto kushte që ka qenë ai që ka qenë, edhe të vit bëhet magazinier në një ndërmarrje ndërtimi me i tuf ignorantësh edhe më të thashë ku diun me këni, domethënë të mbijetoj edhe të gëltis. Domethënë ishte shumë i gjerë, shumë i madh. Domethënë në kuptimin e ashtu, nuk e pash një herë të nxeheshe, nuk e pash një herë të nevrikoseshe. Asnjëherë. I thash një ditë, i thash, unë kam mbaruar inxhinierinë ndërtimi, po kam pas një hobi kështu për të bërë ndonjë skicë, një vizatim, ndonjë gjë. I thash, do më rrishi çik ti në profil, thash se profilin e ke shumë interesant. Thash, ti merrum, lexo një libër atje ku do të lexosh ti, thash, edhe të bëj unë një skicë kështu, pam. Se sa do t'ja arri, pastaj është tjetër muhabet. Dhe kështu e bëra atë. Kështu që dhe ajo skicë unë e ruajta dhe sot e kësaj dite e kam origjinalin, e kam atje, e kam në shtëpi se i kam ruajtur ca. Ai ishte, domethënë, ekstremist i ndershëm. Po e quaj kështu, me dedikim, me fjalë. Sepse si duket nuk ishte vetëm feja që e bënte, domethënë, të ishte, domethënë, të respektonte ato parimet dhe kodet e shkruara, komandamentet e mbështetësashe ku diun ndek ne, apo jo. Njëri që edhe në hallin më të madh me fjalë jepte optimizëm. Domethënë, në marrëdhëniet me tjetrin. Domethënë, ai kishte një aftësi, domethënë që të mbulonte në veten e vet edhe të vinte të jepte kuraj aty. Edhe kjo ishte, thosha unë, çfarë njeriu është ky? Thosha me mendjen time. Tash filloi edhe reflektoj që po ma ngacmoni kujtesën. Thosha unë, çfarë njeriu është ky? Ky është në kulmin e hallit me fjalë këtu, në këtë moshë që është e ku diun ne, vit në mbëshulloj të tjerët. Domethënë, Ireneu ishte njëri që, po themun, i sakrifikuar për tjerët. I sakrifikuar për tjerët, në kuptimin e mirë të fjalës, nuk është se do bënte harakirin, si më thënë. Jo, kishte një fjalë që ngjiste. Gjente formën, gjente mënyrën, se ishte psikolog. Dinte të fliste me inxhinierin, dinte të fliste me punëtorin me lopat. Domethënë, me ato që ngarkonte zhafor dhe bënte beton atje në SHN, domethënë ja maste gjithë secilit i maste atë. Domethënë unë kështu e konsideroj edhe kështu e mbaj mend, domethënë Ireneu dhe për këtë domethënë e kam figurë kështu. Them, i kanë hyrë në hap që se kanë përmend deri tash. Dhe është kënaqësi që më në fund ju keni marrë nismën për ta, sepse i mungon vendit, nuk është se i mungon vetëm fesë. I mungon vendit. Domethënë figurat të tilla janë figura që historia, domethënë flas për brezën e ri, unë dëshi se brezi i ri, se ka idenë se nga bien e nga s'bien. Po ca gjëra duhet i mësoj drejtje e mori. Duhet i mësoj. Domethënë që mos bien në grackë dhe të bien prapë edhe të përsëriten e kupton. Ne kemi histori e ratidhura ne shqiptarët. Se kemi kujtesë të vogël. Mos ofsha i gabuar. Vuajtjet e burgut, internimi, deklasimi,
persekutimi, veçimi, anatemimi, abandonimi do të bënin efektin e tyre dhe mbi shëndetin fizik të episkopi Irineut. I privuar nga misioni i tij i shenjtë, ushtrimi i besimit, meshimit, shkelja e të drejtave njerëzore, jeta private e të tjerë, shëndeti i tij do të përkeqësohej gradualisht, gjë që nisi të shfaqej shpesh gjatë viteve të qëndrimit në qytetin e Lushnjës. Në gjendje të rënduar shëndetësore nga tuberkulozi dhe diabeti, ai do të shtrojë disa herë në pavionet e spitalit lokal. Ndërkohë, ditën e 18 nëntorit të vitit 1973, me shëndetin e përkeqësuar, Imzot Irineu do të dërgohej me urgjencë drejt Tiranës, ku mbas disa ditësh në 25 nëntor do të ndronte jetë. Sipas amanetit që kishte lënë, do të varrosej në varrezat e Sharrës, ku miqt dhe të afërmit do t'i kryenin të gjitha nderimet, përfshirë dhe ato fetare. Kështu do të përfundonte jeta plot vuajtje dhe mundime e Imzot Irine Banushit, njërit prej personaliteteve të Shqipërisë së shekullit të kaluar. Ai do të shkonte në përjetësi me një besim të patundur tek Perëndia, në një kohë ku persekutimi ndaj fesë kishte marrë për masat e kohës së martirëve të parë. Në një kulturë të gjerë dhe botë të madhe shpirtërore, ai do të sakrifikonte mirëqenien, jetën dhe karrierën e tij për besimin, kishën dhe ortodoksin. I dënuar 2 herë me burg dhe i internuar në mërgim, episkopi Irineu nuk do të mposhtej dhe dorëzohej, duke dëshmuar forcën e madhe shpirtërore që i buronte nga besimi i tij i shenjtë ortodoks. Ne si besimtar që e kemi njohur aktivitetin e tij, edhe meritet e tij që ka shërbyer komunitetit, organizuam një grup për rivarrosjen e eshtrave të Imzot Irine Banushit në vendin ku ai punoi dhe atje ku me të vërtetë e meriton. Për fat mirë, atje ku ne lëm kërkesat na kuptuan, na dhanë të drejtë, edhe tani jemi në pritje që kjo bëhet realitet. Do jetë një gjë shumë e mirë, shumë e bukur për të gjithë ne besimtarët ortodoks, edhe për të gjithë ata breza që se kanë njohur, që me këtë rast të dinë se kush ka qenë Imzot Irine Banushi.